Pas arrestimit të Gjestit, reagon pronari Jonima. Shqiponia nuk kap miza. Pas lajmit për arrestimin e këngëtarit Besart Kelmendi dhe akuzave për kanosje ndaj kompanisë muzikore Jonima, ka ardhur edhe reagimi i parë publik nga pronari i saj, Erkan Shabani. Pas zhvillimeve të fundit që kanë përfshirë artistin dhe kompaninë muzikore, vëmendja e publikut ishte përqendruar te reagimi i palës tjetër të përfshirë në këtë konflikt. Pronari i kompanisë Jonima, Erkan Shabani, ka thyer heshtjen përmes një postimi në rrjetet sociale, duke dhënë një mesazh të shkurtër, por me nënkuptime. Në një publikim në Instastory, ai ndau një shprehje të njohur: "Shqiponia nuk kap miza", një frazë që zakonisht përdoret për të treguar se dikush nuk merret me çështje që i konsideron të parëndësishme. Postimi është interpretuar nga shumë ndjekës si një reagim indirekt ndaj situatës së krijuar pas arrestimit të Gjestit dhe akuzave që lidhen me kompaninë muzikore. Megjithatë, përtej këtij reagimi të shkurtër, çështja ka marrë një dimension më të gjerë edhe në industrinë muzikore shqiptare. Në ditët e fundit, një numër i madh artistësh kanë reaguar publikisht duke shprehur mbështetje për Gjestin, duke theksuar se konfliktet mes artistëve dhe kompanive menaxhuese nuk janë një fenomen i ri. Sipas shumë zërave nga industria, kompania Jonima ka pasur përplasje edhe me artistë të tjerë në të kaluarën, kryesisht për çështje që lidhen me të drejtat muzikore dhe ndarjen e të ardhurave nga platforma digjitale. Për këtë arsye, disa artistë shohin situatën e krijuar jo vetëm si një konflikt personal mes palëve, por si një problem më të gjerë që prek mënyrën se si menaxhohen dhe shpërndahen fitimet në industrinë muzikore. Ndërkohë, shumë figura të skenës muzikore kanë bërë thirrje që kjo çështje të trajtohet me qetësi dhe drejtësi, në mënyrë që të shmangen tensionet e mëtejshme dhe të gjendet një zgjidhje sa më e shpejtë. Në fund të fundit, industria muzikore shqiptare ka nevojë për bashkëpunim dhe stabilitet mes artistëve dhe kompanive. Ndaj shumë kush shpreson që kjo situatë mes Gjestit dhe Jonima të sqarohet dhe të marrë një zgjidhje ligjore sa më parë.